Allahu të shpërblet. Inshallah. Do të thënë është kënaqësi dhe kur të kam kështu përballë, falenderoj Zotin që ma ka dhënë të mundësi ta marr kështu direkt live. Alhamdulillah. Po të shpresoj që edhe nëpërmjet rrjeteve sociale po shkon inshallah. Inshallah. Folëm pra për Zotin e Universit, folëm për pendimin, folëm për gëzimin që Allahu e ka, folëm për rëndësinë e faljes për Aishën. Në momentin që flasim ke Zoti i Universit, deri ku shkon falja e Allahut karshi robit vet? Si shtrihet ajo? Sa, më thënë, kush janë ata gjunave që i fal dhe nuk i fal? Deri ku shkon? S'ka kufi fare. Si s'ka kufi fare? Po u pendove, po kërkove falje, po ndryshove, po u udhëzove, gjitha gjinafet falen. Qoftë kufri, mohimi i Zotit, pra është një që ka bëj vepër mohimi. Është musliman, po ka bëj vepër mohimi. Është i musliman, ka bëj shok Zotit. Por i farë kohë, pendohet i falet. Dy gjinafet më mëdha kush janë? E para është ta mohosh Zotin fare, dhe e dyta ta adhurosh zotra të tjerë që janë zota jo real, bashkë me Zotin e vërtet. Shirku që ne e quajmë, ortakria, për ta thonë shqip. Po, ortakria. Edhe këto falen. Vrasja, vjedhja, falen. Çdo vepër e keqe, nëse ne kthehemi ke i madhi Zot, ai na pret neve me faljen e tij. Do të tregoj një rast për ta konkretizuar që mos të keq kuptohemi. E përdor shpesh algoritmin dhe llogarinë matematikore hyjnore. Ma thuj. Tregon pejgamberi alayhis salam një perl në kuptim. Tani pejgamberi alayhis salam e ka pas shpalljen për të madhët Zot. Pse? Ka pa xhenetin, ka pa xhenemin. I rob që shef gjërat gjitha, o laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ka thon Kurani, ka parë shenjat më mëdha të Zotit i natën e Mirajit për shembull. I bie që kur të vinë tokë, flasi vetëm për gjëra të mëdha, mos ta përfshi gjinovqarin fare. Thotë je i shkatërruar gjinovqarit. Asaj që bën vepra të këqija, imorale, mashkull apo femër. Sot ky i mbarum xhenem, nuk është kështu. Sepse ai nuk folte, domethënë robi e bë këtë gabim. Je mirë për shembull, shef në njërin duke bë gjinaf, thu leja se ky është i mbarum, ky s'ka lidhje me jo. Ja. Se pejgamberi se ka pas nga vetja. Zoti nuk është vetëm për ato që bëjnë natë Miraxhi, Zoti është për të gjithë. Çfarë tregohet për një person në popull që kanë kaluar? Jetonte me një ambient që u vritin njerëzit kot. Domethënë për hiç gjë. Mos them që kush vriste ishte më i nderumi i popullit. Kot kaubojse. Ko të merr, nuk tregohet fiks, po që thotë përpara. Kaubojse janë më mbrapa, po them se si ide. Po, që me vraj ishte i nderum. Kush kishin nishan? Vret njëri 99 vet. 99 vet. Imagjino çfarë njeriu mund të ketë qenë. Kjo është hadithi sakt, ke Buhari, ke Muslimi. Edhe i lëndohet zemra. E kupton që ajo është rruga drejt. Imagjino çka kaosi social ka qenë që ka vrarë, ai vazhdo të jetonte i lirë. Po flas deri këtu ka shku pejgamberi se Zoti ja ka mësuar edhe këtë me i përfshi në Islam gjithë shtresat njerëzore, çdo vend, çdo kohë. Pyet, a kanë një që të më shpjegojnë një gjë për fen? Se kam i pyetje. I thojnë njerëzit njëri mas tjetrit, të fesë ishin të rrallë, a kupton, gjeshin një që tipte në shpjegim për besimin nga Zoti ishte tmerr. Imagjino njerëzit u vritin për gjë. Dhe i thojnë është filan vend një person që do ta shpjegoj ty pyetjen që ke fetare. I shkon atij ai shkreti, rob i mirë, po i padijshëm. I parasysh ka njerëz të mirë, falen shumë, agjirojnë, po nuk do të japin shpjegime fetare. Se domethënë një që është ajo që të thash, një që falet shumë, agjiron, thon tejnte për shembull e kështu, edhe vllai duken gjithë qafir atij. Pse? Sa ai e ka me emocion. Islami nuk është emocion, është dituri pa emocion. Pa qenë i nxehur. Duhet i dish gjitha, ta kesh qartë pasqyrën që t'i jap shpjegim atij që po të pyet. Dhe ky ishte shumë ibadetçi, adhuronte Zotin, po s'kishte dije. Dhe imagjino ti thoj atij vlla, një kam vrajt bote qafir. Jo më, i tha ç'a ke? Tha un kam një breng të madh në zemër. Tha më thuaj, i thot kam vrarë 90, sa i tha vlla, kam vrarë 99 vet, a ka pendim për mua? Edhe i foli keq. Me të vetën ai mendoi se po bën mirë, po si mas dijes Islam ai bëri gabim.
Ti tha ke vra 99 vet, ka pendim për ti ke po zi në tokë. Ç'a pendimi don ti? Dhe u nxej ky person, thot pejgamberi alayhis salam, edhe nga natyra ishte shumë gjak nxehtë, edhe e vrau u bon 100 vet. Edhe vazhdoi. Masi vazhdoi, e ndjeu prapë që ka bërë shumë gabime në tokë. Të jashtëzakonshme. Megjithëse në atë kohë vrasja ishte normale, po flasim për një kohë shumë specifike. Dhe pyet prapë. I thojnë, është një njeri i dishëm. Tani jo i devotshëm. Është një njeri i dishëm. Është dallim. Ai që i dishëm, inshallah është dhe i devotshëm, po jo çdo njeri që është i devotshëm është dhe i dishëm. Po, dija e përfshin devotshmërinë. Po. Jo, është në rregull për atë vetëm, por nuk i di gjitha tekstet me e shpjegu, sepse kjo është matematik. Është shumë e vështirë, do të kesh shumë kujdes kur flet me njerëzit dhe i shpjegon njerëzve fen, se hyn gjinaf madh. Dhe i shkon atij. I thot, çfarë ke o njeri? Ky dietar tani. I thot, kam vrarë 100 vet. A ka pendim për mua shkretin? Do me mendimin që s'ka. Ai shive fjalia ndryshe. Tha, kush ndërhyn midis teje edhe pendimit ke Allahu madhnushëm. E para, shive, direkte nota pozitive që edhe për atë, pse mos t'i hapësh derën e pendimit kur Zoti e ka lënë të hapur. Shive, fjalia e parë në hadith të saktë, tha kush mund të ndërhyjë midis teje dhe pendimit tek Allahu madhnushëm. Ja dridhi trupin këtij njeriu. Tha më thuj o robi i Zotit, ka shpresë për mua? Tha ka shpresë për ty. Vetëm i tha, do të tregoj sekretin e pendimit që ti duhet të bësh. Tha më thuj se pasha Zotin, pasha Zotin do ta bëj. Tha dëgjoj, në vendin kaos ku jeton ti, të kaosit social, të njerëzve të këqij, ku vrasja nuk është problem, në fakt është nga gjinafet më të mëdha në Islam, është nga gjinafet e mëdha të vrasësh një person padrejtisht. Thot pejgamberi alayhis salam do ta marri personi atë që ka vrarë dhe do shkojë për ke Zoti i gjithësisë për të marrë gjykim dhe gjaku i tij i pafajshëm rrjedh dhe ai gjatë gjithë rrugës kur shkojnë ky për gjykim do thot Zot kush ma derdhi gjakun pafajsisht. La ilaha illallah. Si mund t'i dalë Zotit me një person që ti e ke vrarë? Por në këtë rast ky i thot do të ka pendim për ty, do të tregoj unë rrugën se si pendosh, i dishmi. Tha më thuj pasha Zotin se do ta zbatoj. Tha ti po jetove në këtë popull të keq. Ti asnjëherë tha s'ke për ndryshuar, ti do të vazhdosh vrasjen megjithëse her pas here pendohesh. Tha ç'a të bëj? Tha po të tregoj për një popull të mirë, do shkosh të jetosh atje. Unë i them gjithë vëllezërve dhe motrave të nderuara që na ndjekin neve në podcast në këtë Ramazan, shmangju të këqive në Ramazan mos të bësh gjinafe. Se ç'a ndodh vlla, ke shok të keq, ke shoqe të keqe, po nuk e ndjen mujin e madhnushëm të Ramazanit, të ftofet zemra. Do merresh me njerëz që nuk kuptojnë ç'është Ramazani dhe ti do hysh në gjinave, po hyn në unë e them troç, jo se s'pranohet Ramazani. Po nëse në Ramazan nuk do t'i shmangësh gjinafeve, nuk do ta ndjesh kënaqësinë e muajit të madhnushëm, nuk do ta ndjesh mjaltin e Ramazanit. Për Zotin, i them gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin, shmanguni gjinafeve ta ndjeni mjaltin e këtij muaji të madhnushëm. Dhe ky person kur i tha do të shkosh jetë, po tha do të shkoj të jetoj atje. Dhe u nis vëlla për të jetuar në vendin e mirë. Rrugës, zemra i rrihte vetëm për pendim. Lotët i rrihshin nga syt. Dhe gjatë rrugës ja merr Allahu shpirtin. Parit ke vendi të mirëve, po me zemrën plot për të shkuar atje. Në kohën që ishte duke i dalë shpirti, vinë engjëjt të dy palëve. Thot pejgamberi alayhis salam, nisën engjëjt e dënimit, se ky njeri kishte bë krime shumë, nisën engjëjt e mëshirës me idenë që ky është pendu dhe ngel pending situata. Shpirti s'po e merrte asnjëra palë as tjetra, derisa Zoti thot dërgon një dëshmitar tjetër, një engjëll që u bë si dëshmitar dhe i tha: Zoti po ju trajton çështjen duke ju thonë, mateni tokën me vendin e mirë që po shkon dhe me vendin e keq që la. Nga afër të jetë më shumë, ashtu merreni. Nëse do ishte më afër nga vendi i njerëzve të këqij, do ta merrshin engjëjt e dënimit. Nëse do ishte më afër vendit që ishin njerëzit e mirë, do ta merrshin engjëjt e mëshirës. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, për pak thot shumë, ishte më afër vendit të mirë dhe Allahu mëdhnushëm e mundsoi që ta merrshin engjëjt e mëshirës.